nderuar klerikë, nderuari udhëheqësi mëshiti jonë babailit ton, të nderuar myhib, besimtar dhe dashamirës Bektashan. Mirë se na erdhët këtu në teqen e bukur të Baba Rexhepit. Sot po e përkujtojmë ditën e Ashrit. Kjo është një nga ceremonitë më të vlefshme në bektashizëm. Dhe Zoti dhente që këta ta përkujtojmë sa t'jetë bota. Këto ditë të henës të Muharremit i përkujtojmë vuajtjet dhe myzyrat e Imam Husenit dhe familjes të tij në Kerbela. Imam Huseni ka vuajtur shumë në këto kohë. Ai nuk ju dorëzua Jezitit edhe Mavijes, se ata e pushtuan popullin edhe i thoshin se shtëbej populli. Por Imam Huseni atë nuk e pranovi, se atë e kishte në shpirtit, ja kishte lënë profiti, i qofshin falë, i Madhi Ali, e gjitha ata i thoshin që do të shkosh pas rrugës të Perëndisë edhe Zotit që çdo gjatë jetën në mënyrë si duhet. Ai me 72 ushtarë shkojti në fushën e Kerbelas që lëftovi Jezitin. Atje të gjitha i bente këto për popullin, të drejtat e popullit. Aty ai ra dëshmor, në atë moment, kur ka ndruar jetën, ai e ka kthyer kokën edhe i është lutur Zotit e i ka thënë, vallë ta mbarova dëshirën. Edhe atenjen Zoti i thot, hajde thot se po të presim. Profiti këtu thot, Mem Fatimea, i Madhi Ali, edhe gjithë imamët para ty thot që kanë shkuar të presin, edhe ti thot je me një të vërtetë që ke bërë një shmos për popullin. Luftofte me të mallkuarin Jezid, kurdo herë qofti mallkuar kombi Mavijes përsëri, për të gjithë tragjeditë që kanë bërë kundra familjes të Profitit. Sot neve i falenderojmë bordit që e bën këtë darkë edhe ka organizuar sipas traditave bektashane. I falenderojmë që japin punën, udhëheqësinë, shërbimin, po edhe këtë ditë që e bëjmë. Më bën kënaqësi ta shikoj teqen në plot. Mashallah të gjithë juve që jeni, ju lutem, suportojni teqenë, Zoti edhe Baba Rexhepi, ju dhenë që çdo të mira e të ruajnë nga çdo të liga. Edhe njerë, faleminderit të gjithve, edhe uroj çdo të mira. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar, kryetari i komisionit, antar, myhiban të ftuar, nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare në diasporë, miqtë dhe shamirës të qeson, mirë se keni ardhur në teqen e Baba Rexhepit, paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Të mbledhur sot këtu në këtë teqe, në përkujtim të ditës së Ashures, tashmë një traditë e kësaj teqeje për më shumë se 72 vite, që ditën e parë kur Baba Rexhepi e ka hapur këtë teqe, është hapur me përkujtimin e ditës së Ashures dhe luftës që ka ndodhur në Kerbela. Nderuar vëllezër dhe motra, kjo ditë nuk është thjesht një kujtim historik, por një thirrje e përhershme për drejtësi, sakrificë, besnikëri dhe dashuri ndaj së vërtetës. Ashuria lidhet shumë
ngjarje të rëndësishme në historinë profetike, po për ne ajo merr kuptim të veçantë përmes kujtimit të martirizimit të Imam Husenit në Kerbela. Imam Huseni, nipi i profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, zgjodhi të mos nështrohej përballë padrejtësisë dhe tiranisë. Ai sakrifikoi jetën e tij, familjen dhe shokët e tij për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe vlerat hyjnore. Nderuar të pranishëm, mesazhi i Kerbelas nuk i përket vetëm një kohe apo një populli. Ai është një mesazh universal që na mëson se e vërteta duhet mbrojtur dhe kur sakrifica është e madhe, se drejtësia duhet kërkuar dhe kur rruga është e vështirë, dhe se dashuria për Zotin duhet të jetë mbi çdo interes tjetër. Për ne, besimtarët bektashian shqiptar në diasporë, kjo ditë ka dhe një kuptim të veçantë. Ne jetojmë larg trojeve tona, por nuk duhet jetojmë larg rrënjëve tona shpirtërore. Institucionet tona fetare janë ura që lidhin brezat me traditën, kulturën dhe vlerat tona kombëtare e shpirtërore. Prandaj është detyrë e secilit prej nesh të qëndrojë pranë qendrave tona fetare dhe kulturore, të mbështes ato dhe të përcjell mesazhin e tyre tek familjarët, fëmijët, miqt dhe bashkëpunëtorët. Vetëm në këtë mënyrë mund të ruajmë identitetin ton dhe t'u lëmë brezave të ardhshëm një trashëgimi të shëndosh, morale dhe shpirtërore. Në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta, ne kemi nevojë më shumë se kurrë për dialog, respekt, të ndërsjellë dhe bashkëjetesë. Prandaj dhe sot neve kemi dhe përfaqësues të komunitetet të tjera fetare, një simbolik e bashkëpunimit shumë vjeçar këtu në diasporë, ashtu siç të parët tanë e kanë lënë dhe ne mundohemi ta vazhdojmë në mënyrë dinjitoze. Kjo është dhe fryma e bektashizmit, respekti për njeriu, dashuria për Zotin dhe shërbimi ndaj shoqërisë. Nderuar vëllezër dhe motra të pranishëm dhe ju që na ndiqni nëpërmjet mjetëve, në këtë rast dua të shpreh mirënjohje të thellë për gjithë besimtarët që ishin këtu të pranishëm dije për përgatitjen e Ashurës. Zoti ja shpëleft me të mira, si dhe gjatë mëngjesit për të gjithë ata besimtarë që morën pjesë në përgatitjen dhe paketimin e Ashurës, të cilën pas pak neve do ta kemi në sofrën tonë. Një falënderim i veçantë shkon për bordin e Tekjes, për punën e tyre që bëjnë të palodhur. Është një punë vullnetare dhe dedikim që ata tregojnë. Të gjithë ata vëllezër dhe motra besimtarë që duan të bëjnë pjesë e bordit të Tekjes, ju lutem kontaktoni kushdo që do të shërbejë dhe të jap punë vullnetare. Dyert e Tekjes janë të hapura dhe gjithë jeni të mirëpritur që të mund të jepni dhe ju kontributin tuaj për përparimin e këtij komuniteti, forcimin dhe zhvillimin e tij. Gjithashtu, falënderim duhet të jap bordit të Tekjes për sponsorizimin e kësaj dake. Zoti ju shpëlbeft me të mira, i bekoft ata në familjet e tyre dhe gjithë juve që jeni sot tu, që suportoni Tekjen e Baba Rexhepit. Falëndimës tuaj dhe ndihmës të sponsorëve, ne vazhdojmë të mbajmë gjallë vlerat e kësaj vatre të shenjtë. Të nderuar vëllezër dhe motra, le të lutemi që sakrifica e Imam Husenit të mbetet gjithmonë frymëzim për ne, që zemrat tona të mbushen me dashuri, familjet tona me begati dhe komunitetin ton me unitet dhe harmoni. I lutemi të Madhit Zot të bekoj sofrat tona, të bekoj familjet tona, të bekoj këtë ushqim përkujtimor dhe ta mbërsoj dhe të japë gjithë pranishve jetë gjatë, fatbarësi dhe lumturi. Zoti e bekoft komunitetin ton, Zoti e bekoft shqiptarët kudo që janë anë e botës, Zoti e bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zoti e bekoft dhe përparoft vendin ton dhe ruajt nga çdo e keqe dhe çdo rrezik që i kanoset haptazi apo fshehurazi. Profeti na ka mësuar se neve arma më e fortë e çdo besimtari është lutja. Le të lutemi sot për familjet tona, për komunitetin ton dhe për atëun ton. Sot ju bekoft juve, familjet tuaja, faleminderit që jeni këtu dhe
Besoj kemi edhe sponsor të tjerë. Faleminderit. Kjo është darka e fundit, darka e Ashurës. Pra, me këtë bëhet mbyllja e një viti dhe vazhdimi i një viti të ri hënor. Pra, njëkohësisht muaji Muharrem është edhe muaji i vitit të parë të muajit kalendarik. Ka qenë traditë, një pjesë e të vjetërve e din që Baba Rexhepi dikur bënte një piknik. Bordi ka sugjeruar që neve ta rikthejmë këtë traditë të Baba Rexhepit, por gjithmonë kërkohet dhe gatishmëri nga juve. Besoj është nga java e parë shtatori, duke qenë edhe përdej, pas ka bëhen. Nëse neve do ta kthejmë këtë traditë, patjetër që duhet kontributi juaj edhe fizikisht, por edhe ekonomikisht. Jemi përgjegjës të gjithë, sidomos të zhvillimeve që ndodhin sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, lëvizjet ekonomike, ngritja e çmimeve, por faleminderit, komuniteti jonë nuk është në bazat fillestare, të gjithë shqyqur Zoti ju ka bekuar me mirësi, me begati dhe jemi të gjithë ndjemi proud, si thonë, për përparimin që kemi. Një pyetje të gjithëve, nëse dëshirojmë ta vazhdojmë dhe ta bëjmë këtë piknik si vjet, duke kthyer gjithashtu dhe në një festival. Besoj që a jemi dakord. Kjo është pyetja nga ana e bordit. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdimi takojnë të Madhit Zot. Bekimi, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi dërguarin e tij Muhamedit, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe gjithë ata që shkojnë rrugës tyre, dhe mbi gjithë ju që keni ardhur sot për të përkujtuar nipin e profetit alayhis salam, Imam Husejnin dhe sakrificën e tij. Nderuar bashkëdhetar, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Dita e Ashurës është një ditë me një kuptim të thellë për të gjithë muslimanët. Dita e Ashurës përkujton edhe sakrificën e popujve të tjerë dhe mëshirën e të Madhit Zot ndaj popujve të tjerë para ardhjes së Muhamedit alayhis salam. Një ndër to është edhe sakrifica apo mirësia që i Madhi Zoti dha Musait alayhis salam dhe popullit të tij, cilën e shpëtoi në këtë ditë, në ditën e Ashurës, nga faraoni dhe tirania e tij. Kur profeti Muhamedi alayhis salam erdhi në Medinë, i gjeti çifutët e Medinës që agjëronin ditën e Ashurës. Edhe i pyeti, çfarë është kjo ditë, pse agjëroni? Tha, ne kujtojmë mirësinë që i Madhi Zoti ka dhënë Musait dhe popullit të tij duke i shpëtuar nga tirania e faraonit, prandaj e kujtojmë këtë ditë. Profeti Muhamedi alayhis salam thot, unë jam më i merituar tek Musa se sa ju, dhe këshilloj besimtarët që ata agjërojnë ditën e Ashurës, dhe ai tha, nëse jetoj deri në vitin tjetër, që është viti i fundit të jetës profetit alayhis salam, do ta agjëroj ditën e 9 dhe ditën e 10 të Ashurës apo të muajit Muharrem. Tu jemi mbledh për të kujtuar ditën e Ashurës apo sakrificën e Imam Husejnit, nipit të profetit alayhis salam, i cili bashkë me Imam Hasanin ishin shumë të dashur për profetin alayhis salam dhe i kishte thujt se këta do të jenë djemt apo të rit e xhenetit. Dhe sakrifica e Imam Husejnit na mëson se e vërteta do të vehet para provës. E vërteta nuk do ju pëlqen të gjithëve, po për ta mbrojtur drejtësinë duhet edhe të sakrifikohet, dhe shembulli i cili na frymëzon është shembulli i Imam Husejnit, i cili nuk u përul para tiranit, por e kundërshtoi atë edhe pse ai i kushtoi me jetën e tij. Lutemi që i Madhi Zot t'i shpërblej gjithë ata që e kujtojnë Imam Husejnin jo vetëm me fjalë, po dhe me vepra, duke ndjek denjërisht apo në mënyrë të denjë rrugën e profetit alayhis salam, i cili në një rast kur profeti alayhis salam ishte duke u falur, duke i prirë xhamatit në xhaminë e tij,
vije Imam Huseini, përderisa profeti Aleisam ishte në sejdë. Profeti Aleisam vonohet rrin gjatë në sejdë. Sejdë është kur jemi duke falur me kokën në tokë. Dhe xhamati mendojnë mos ka ndru jetë profeti Aleisam, çfarë ka ndodhur? Kur ngritet ma vonë e pyesim pse u zgjate aq shumë në sejdë, tam kishte ardhur nipi im dhe kishte hyp në shpinën time, nuk dojsha mi aprish qetësinë dhe qëndrova derisa ai u largu. Pra kaq fort e donte profeti Aleisam apo i donte nipat e tij. Dhe ai që guxon të vedor mbi ata, domethënë ai është njeri kundërshtari profetit Aleisam, kundërshtari familjes profetit Aleisam, dhe ai që e përkra apo e kujton apo e pason Imam Huseinin, Imam Hasanin, profetin Aleisam, ai është prej atyre që i Madhi Zot ka premtuar se do të jenë të udhëzuar në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutim të Madhin Zot që të jemi të inspiruar nga ngjarja e Imam Huseinit, që të jemi të fortë gjithmonë kur e drejta mohohet dhe t'i dalim përballë edhe atyre që na duken se janë të fuqishëm, por që bëjnë padrejtësi. Ne sot jemi dëshmitar që ndaj popullit ton janë bërë dhe bëhen shumë padrejtësi, e lutim të Madhin Zot që e drejta të triumfojë dhe ata që i bëjnë padrejt shqiptarëve kudo që janë, të dështojnë ata dhe planet e tyre. Urime edhe njerë kjo fest, inshallah takojmë gjithmonë për të. Faleminderit imam, fjalët e ngrohta. Nderuar baba i ton, nderuar zoti kryetar, zoti Nazifi, antar të bordit të QES, dashur besimtar të QES, përfaqësues besimeve fetare dhe të ftuar të tjerë të nderit. Mirë se keni ardhur të qenë baba Rexhepit. Qoftë e bekuar dita e Ashurës për secilin prej jush dhe familjet tuaja. E kujtojmë këtë ditë shenjtë çdo vit si një shenjë mirënjohje për kushtimi ndaj Imam Huseinit dhe sakrificës së tij të lartë dhe betejës së Kerbelas. Dhe një nga momentet më të dhimbshme dhe njëkohësisht më frymëzuese në historinë e besimit tonë. Kerbelaja na mëson se drejtësia e vërteta dhe dinjiteti njerëzor qëndrojnë mbi çdo interes të përkohshëm. Siç ka shkruar dhe poeti ynë i madh Naim Frashëri, Kerbelaja s'është histori, por është mësim për jetë. Se për të drejtën duhet të qëndrosh gjithmonë i fortë e i drejtë. Ky mesazh i pavdekshëm na fton që të mos e shohim Ashurën thjesht si një kujtim të kaluarës, por si një udhërrëfyes për jetën tonë të përditshme. Gjithashtu, baba Rexhepi, themeluesi i kësaj taqeje të nderuar, na ka lënë si amanet që Ashurja të jetë një ditë reflektimi, bashkimi dhe përkushtimi ndaj vlerave njerëzore dhe shpirtërore. Ai e shihte këtë ditë si një moment ku komuniteti shqiptar forcohet në besim, në dashuri, solidaritet me njëri tjetrin, një traditë që është ruajtur me përkushtim ndër vite. Që nga themelimi i kësaj taqeje, 1954, taqeja e baba Rexhepit ka qenë një vatër e rëndësishme shpirtërore, kulturore, kombëtare për komunitetin tonë shqiptar. Ajo ka shërbyer si një urë lidhëse mes brezave, duke ruajtur traditat tona dhe duke përcjellë ato me dinjitet në diasporë dhe mbar botën. Kjo taqe ka qenë gjithmonë një vend i hapur për të gjithë, një shtëpi e përbashkët, ku mbizotron paqja, respekti dhe mirëkuptimi. Bektarizmi ka një qendër të vetë vëllazërimin. Kjo është një nga shtyllat më të rëndësishme të besimit tonë dhe një vlerë që duhet na udhëheq në jetën tonë të përditshme, në familje, në komunitetin shqiptar me shigan dhe me gjerë. Në një botë që shpesh përballet me ndarje, përçarje, ne kemi detyrimin tonë të jemi shembull i unitetit, tolerancës dhe dashurisë për njëri tjetrin. Në përfundim, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për bordin e TQES, për organizimin, sponsorizimin e kësaj darke. Zoti ja shpërbleft me të mira. Falenderoj gjithashtu të gjithë ata që vazhdojnë të mbështesin TQES, financiarisht, fizikisht, shpirtërisht, pa përkushtimin tuaj, kjo vatër e shenjtë nuk do të mund të vazhdonte misionin e saj fisnik. Prandaj ju lutem vazhdojeni këtë mision të shenjtë, transmetoni tek brezat e rinj, sepse kështu do ta mbajmë komunitet fort. Qoftë kjo ditë e bekuar për të gjithë ju, lutemi që Zoti të bëjë më të mirën për popullin shqiptar dhe për Shqipërinë,
Zoti e bekoftë Amerikën, shtëpinë tonë të dytë. Ju faleminderit dhe qofshit bekuar. Nëse ka një vlerë që ne shqiptarët e kemi është harmonia mes njëri tjetrit dhe dim të mblidhemi edhe në fund të botës të gjithë me njëri tjetrin. Sot për krame kam një zonjë nga Tetova. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe dhe faleminderit që pranove që të jesh pjesë e intervistave të Alp TV USA. Si quheni? Leila Kadriu. Jeni nga Tetova dhe jeni pjesë e komunitetit Bektashi këtu në Michigan. Prej sa kohësh jeni? Une jam pjesa e komunitetit Bektashian të Republikës së Maqedonisë Veriut. Edhe këtu Michigan vi për çdo vite për hir të Baba Recepit dhe respekt të Baba Elitonit që është i jashtëzakonshëm. Çfarë urimi keni sot për festën e Ashures për të gjithë besimtarët kudo që na shohin? Gjithmonë të jemi kështu bashkë. Zoti i bekoft shqiptarët kudo që t'jenë edhe teqet bektashiane kudo që t'gjenden. Nëse kemi një vlerë si komunitet bektashian, cila është ajo që ti e konsideron që po kjo është vlera më e madhe që komuniteti bektashian ka ndonjëherë? Po vetë himni kombëtare thot, Zoti vetë me gojë e tha se kombet shuhen për mbi dhe, po Shqipëria do të jetoje, po Shqipëria jeton. Në zemrat tona po edhe atë dheu jonë, më mdheu jonë falë që këtinve bektashinjve edhe trimëris dhe lojalitetit ndaj shtetit tamë. Falenderoj shumë dhe gëzuar. Falenderit gëzuar, për shumë vjetë. Shqiptare më them ti një krenar që jeni në këtë salë. Si shtan këta Zoti bekoft Amerikën, Bektashianët e gjithë të tjerë, nuk futem i shoftë akoma më mirë. Një gjë është, a here kur erdhëm nive, si ishin as 10 fëmijët dhe shqiptarët vjetër universitarë, kurse sot kemi me mira këtu, në të gjitha dekat e shkencës këtu, në astronautë, të aviacionit, kemi shqiptarë, Faleminderit shumë. Edhe mbi të gjitha, kemi bretin tuaj, për unem, për Imam Hyseni, për të gjithë juve, se e prish, po të them unë një lafjot plot. Dhe dua edhe mesat e mia, me universitet e nivellit lartë, ato janë si puna jote, edhe jam krenar, pa ma flasin e lezoj shqiptë të tjeqët, gjumë letrare, shqetare, pa tjetër e një vështirë. E dua që filluam kisha e Shënpalit, këtu kur herdhëm, ishte vetëm me një salë si ne, ata sot është qendër e madhe punëtorore jona. Po pse mos i bëjmë pandaj herra këtu, ja u la manet brezit të kamërve, ata që sponsorizojnë, ta bëjmë një qendër konform ligjeve të shilni interneti, kini fati se atë 2 milje ma ta një universiteti të bëhet qendër e kulturit. Një nga vlerat më të mëdha që kemi ne si kombë është harmonia fetare. Po e quaj kështu harmoni, megjithëse prej vitesh shqiptarët kanë ditur të jetojnë edhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dhe këtu kemi imamin e xhamis. Cili është urimi juaj në këtë ditë për festën e Ashurës për të gjithë besimtarët kudo që ndodhen? Festat fetare të cilat i kemi këtu në Amerikë janë rasti mirë për të takuar, për të njohur më mirë, për të uruar njëri tjetrin. Kështu që unë uroj që gjithmonë takohemi për festime, për raste gëzimi, edhe me këtë rast, shfrytëzoj këtë rast që të uroj të gjithë besimtarët musliman, prej tyre edhe pjesën e bektashive që janë nën ambrellën e fesë islame, që uroj këtë ditë, sepse Ashura nuk është vetëm e bektashive, është e gjithë muslimanëve, nga kandet ndryshme si ta shiqësh, por është një ditë reflektimi, një ditë në cilën e drejta kanë gëdhënyer ndaj padrejtësisë dhe unë lut madhin Zot që gjithmonë e drejta triumfojë edhe tek ne shqiptarët kudo që jemi. It's an honor to be invited here and to learn about what this day means to the community and to get to learn more about how we can work with one another. It was powerful talking and hearing about the importance of speaking the truth and standing up for what matters, what the truth is, because regardless of how long ago that happened, that's just as relevant today as it's ever been.
Në një komunitet kaq shumë të madh bektashinj që çdo ditë dhe rritet më shumë, cili është urimi juaj për festën e Ashures për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë besimtarët? Të gjithëve doja të uroja që gëzuar festën e Ashures është një festë simbolike, por për komunitetin ka një veçanti, sepse i sjellë së bashku, i bën që të afrohen me njëri tjetrin dhe të harrojnë për një moment atë jetën e rutinën e përditshme. Dhe kjo sjell atë afrimitetin, komunitetin, shohim njëri tjetrin, flasim me njëri tjetrin, shohim dashurinë me njëri tjetrin, ndajem të përbashkëta. Dhe pikërisht festat këto gjëra sjellen për komunitetin, aq më tepër komunitetin bektashian, shqiptar, emigrant. Dhe sa vitesh jetoni në Amerikë? 30 vjet. 30 vjet. Relativisht një kohë shumë e gjatë. Çfarë ja u ka sjell më afër Shqipërinë këtu në Amerikë? Traditat, rrënjët shqiptare nuk janë diçka që mund të hiqen dhe të merren sipas dëshirës. Ato janë të ngulitura brenda identitetit. Ne rritemi me atë gjë, sidomos ne që kemi lindur në Shqipëri dhe kemi ardhur këtu, po edhe fëmijët tanë që e trashëgojnë nga ana jonë, dhe aq më tepër institucionet të cilat ne i gjetëm këtu, të formuara nga shqiptarët, nga patriotët, këto janë ato që ndikojnë në ruajtjen ose në afrimitetin që sjell Shqipërinë pranë vetes dhe e mbar atë gjatë vetes. Nëse brezat e ardhshëm do ju pyesnin se cilat vlera do donit të trashëgonet, ose ajo gjë që me fanatizëm shumë të madh do doje që të mos zhdukej ndër breza, sepse po ta mendojmë kështu, brezat e ardhshëm do lindin fëmijë dhe ata të tjerë dhe natyrshëm do zbehet ajo origjina e largët. Po, ke shumë të drejtë. Shqiptar. Kjo është bile ne si komunitet kemi punuar së bashku me një grup nga Lazarati, nga Gjirokastra, dhe kemi krijuar shoqatën Lazarati pikërisht për t'japim shpjegim pyetjes që juve sapo bët. Si ta trashëgojmë ne traditën tonë, ruajtjen vlerat tona. Këto janë ato që unë doja të mos zhdukeshin asnjëherë, sepse këto në të vërtetë janë rrënjët dhe identiteti ynë kombëtar, po edhe si diçka e veçantë që i japim botës dhe për atë që ne prezantojmë. Në Amerikë gjen festa të ndryshme gjermane, irlandeze, të kombeve të ndryshme. Edhe ato kanë jetuar dhe janë trashëguar mbi 200 vjet, pothuajse. Për shqiptarët, si emigrant të rinj këto 100 vitet e fundit, edhe neve duhet të mos i humbasim vlerat tona, veshjen, gjuhën, ushqimin, tradita, kulinarinë, janë besa, një nga vlerat më të larta që neve kemi. Po gjithashtu edhe zemërgjërsinë dhe fjala e dur, mikpritja. Këto janë disa vlera të shtuara të komunitetit tonë që janë trashëguar, jo vetëm që janë trashëguar, po edhe janë shfaqur në kohë të ndryshme nga individ të ndryshëm. Si për shembull Dhën Tereza është një mishërim i vlerave shqiptare, ose Baba Rexhepi është një mishërim i vlerave patriotike shqiptare. Nuk është thjesht domethënë fe. Po Baba Rexhepi ka qenë një ka shprehur në një dialog dhe ka thënë që ne nuk duam të bëjmë muslimanët të krishterë, as të krishterët musliman, po ne duam t'i bëjmë të gjithë të ndihen shqiptar. Festojmë ditën e Ashures, një ditë kaq shumë të rëndësishme për komunitetin bektashe. E sillim këtë festë në mes të Amerikës në teqen e Baba Rexhepit këtu në Michigan. Çfarë ndjesie është për ju dhe si e keni festuar sot këtë ditë? Neve në këtë ditën të Muharremit e përkujtojmë ditën e Ashuresë, përkujtojmë
sakrificat që ka bërë familja e profitit. Përkujtojmë të gjitha ato që ka hequr Imam Hyseni nga Mavia e Mallkuarë, nga njerëzit e pabesë, se ata deshin ta marrin popullin edhe ta sundojnë. Por Imam Hyseni nuk e lejovi me atë, shkovin kundra atyre në luftë me 72 ushtarët e tij, ra shahid. Edhe aty, bile kur ka shkuar, i ka thirrur Zotit, ata plotësova dëshirën, që nuk u dorëzova në këta njerëz. Në atë kohë, i del një zë, i thot, ti e mbarove detyrën tënde, hajde thot se këtu të pret profiti, nëna tuaj Fatimea, i madhi Ali, baba tuaj, thot, të gjithë të presin, se ti e mbarove. E pandaj, i lutem Zotit që kjo ditë të përkujtohet brez pas brezi sa tjetë bota. Se ato që bente Mavia e Mallkuarë, pas të nem kombi i Mavijes, ka bërë shumë gjëra të keqe. Po tani jemi shumë të lumtur që përkujtojmë këtë ditë edhe ta përkujtojmë për kur do herë. Zoti Nazifi, si një familje me traditë të lartë bektashianes që jeni, edhe për publikun që ka interes edhe kuriozitet të di si mbahet matemi, si është agjerimi i matemit, si fillon edhe çfarë rregullash konkrete ka? Në detaje ashtu siç duhet, matemi fillon ditën e parë të Hanës Muharrem, edhe bektashintë këtë e mbajnë, kjo është si një zim. Në këto ditë nuk festohet, nuk bëjmë gjëra dasma o kengo të gjitha, këto i bëjmë neve gjërat që e lexojmë Qerbelanë e në infrashit, që i ka shkruar shumë bukur, vetëm ata që e kanë lexuar mund ta kuptojnë, edhe nuk pim ujë, po kemi pemë, këtu në Amerikë është, ashtu babai thoshte, jemi veçeterien për këto 10 ditë. Nuk anim mish, nuk anim vezë, bulmete të ndryshme, të tërë ishim veçeterianë. Edhe e kaluam shumë mirë, si vjetë shqyqyr Zotit kaluam shumë mirë, se edhe koha ishte mirë, e që të gjithë ata që e mbajtën ujën, Zoti ka vull e Zoti t'i ke ndërmend. Zoti ja u pranov të gjithëve agjërimin edhe gëzuar për shumë vite festën e Ashurës. Faleminderit edhe ju të gjej gëzuar me gjithë të mirat. Faleminderit.